Dash, kjo video është për ty. Unë jam Tesi dhe sot do kanalizoj një guid të përgjithshme mbi energjinë kolektive të shenjës tuaj për 2026. Para se të interpretoj karta, dua t'ju them paraprakisht, ju lutem rënjëzoni, bollu hallakatët dhe kthehuni tek zemra dhe intuita juaj dhe çdo gjë të shkojë mirë. Ky është viti që ju ktheheni me këmbë në tokë në jetën tuaj dhe merrni në kontroll jetën tuaj. Vazhdojmë direkt me interpretimin e kartave dhe mos harroni që se doni guida të personalizuara, duhet të rezervoni spotin tuaj në mesazhet private dhe nëse ndjeni të suportoni punën time dhe kjo video rezonon me ju, keni linkun për të më suportuar në bio. Energjia e lodhjes, energjia e djegjes, energjia e të imbushjes, e mbi mendimeve, ngarkesave, qoftë emocionale, psikologjike apo ngarkesa dhe në jetën tuaj, do vazhdojnë t'ju shoqërojnë dhe këtë vit. Por ama ju keni në dorë, qofse këto ngarkesa doni të nxirrni ndonjë mësim karmik, apo jo. Ju jeni çelësi midis palumturisë dhe lumturisë tuaj. Këtë vit ju kërkohet të reflektoni mbi çdo gjë që ju ka ndodhur vitet e fundit dhe të gjeni një mënyrë për të balancuar, për të rrënjëzuar dhe të gjitha ato gjëra të rënda që ju ka ndodhur ti kanalizoni në veprime dhe aksione që t'jetërsojnë të ardhmen tuaj apo jetën tuaj aktuale. Momentalisht ndiheni si të e keni parasysh kur një natë më përpara pi alkool dhe të nesërmen një mysybet? Kështu jeni dhe ju momentalisht. Në një anë keni një entuziazëm të madh për të ardhmen, për të rishkruar një kapitull të ri dhe nga ana tjetër jeni shumë të lodhur nga viti i kaluar. Është okay që jeni të lodhur, por nëse jepni vetes hapësirë dhe kohë për të pushuar dhe për të rikarikuar, do keni mundësi të ndilni mban këtë vit dhe të rishkruani të ardhmen tuaj, të rishkruani të tashmen tuaj dhe të shëroni të shkuarën tuaj. Ju lutem, mboll e mbajtët veten tuaj në situata që ndoshta nuk janë më ekzistente, por vazhdojnë të jenë ekzistente, le të themi, sepse ju i mbani të gjallë këto situata në zemrën tuaj, shpirtin tuaj, mendjen tuaj, në muhabetet që bëni, kështu që lërini të shkuarën të shkoj pas, sepse këtë vit nuk ju bllokon asgjë për të realizuar ëndrat e juaja, për të jetuar jetën tuaj më të mirë. Këtë vit e vetmja gjë dhe i vetmi person që ju pengon për të realizuar këtë gjë jeni po vetë ju. Rënjëzohuni, ktheuni te vetja juaj, pranojni ato sfida që i keni humbur, pranojni ato luftra që i keni humbur dhe i zgjidhini betejat e juaja më mirë këtë vit dhe këtë vit ju jeni të supozuar të mësoni, të zjeroheni, të bashkoheni me njerëz të tjerë, të bashkëpunoni me shpirtra të tjerë. Këtë vit supozohet të korrni suksese të reja, po këtë sukses nuk do vinë nëse ju e mbyllni veten tuaj në guaskën që keni qëndruar të mbyllur këto vitet e fundit. Këtë vit është viti që ju dilni jashtë guaskës tuaj, guxoni të mësoni gjëra të reja dhe sa më shumë të mësoni të jeni të sigurt, aq më shumë bollë këtë vit drejt jush. Gjithashtu ky është viti që puna juaj e dedikuar do vihet re nga njerëzit e tjerë dhe do shpërblehet. Por kjo nuk do të thotë që këtë vit ju duhet qëndroni duke parë tavanin sepse do merrni mirënjohje apo vëmendje nga njerëzit e tjerë. Ky vit është viti që ju vazhdoni punoni akoma dhe më fort për ëndrat e juaja, për aspiratat e juaja dhe më e bukur, pastaj letra e shenjës tuaj. Ky është viti që ju lidheni përsëri me balancën, me strukturën, me fronin tuaj. Ky është viti që ju ktheheni përsëri tek froni juaj. I dashur, të lutem mos u hallakat. Kthehu tek froni yt, është koha të marrësh mbrapsht atë perandori tënde të re apo të perandori tënde të vjetër që ti e ke lënë në harrese dhe e ka zënë pluri e ndryshku. Të lutem, kujtohu kush je. Disa prej jush aspektin e dashurisë do takojnë, për femrat në këtë rast, do takojnë një mashkull të rritur në moshë, do bie në dashuri, do kenë atë stabilitetin, atë
si thush, sigurinë emocionale dhe psikologjike nga partneri i tyre. Njerëzit që janë në një marrëdhënie do kenë një balancë më të mirë në marrëvajtjen e tyre apo në martesën e tyre. Në karrierë do filloni të vendosni ato themelet e shëndetshme, siç duhet kishin qenë me kohë. Ky vit dash është për aksion, edhe do thoja edhe një mesazh tjetër intuitiv tani për vitin 2026. Dash të kërkohet që të lidhësh me energjinë tënde mashkullore. Nuk ka rëndësi se çfarë gjinie i përket, rëndësishme është që ti të aktivizosh brenda vetes tënde energjinë mashkullore, që do të thotë duhet të veprosh, boll mbi mendove, boll ndjeve, vepro në bazë të atyre që mendon apo në bazë të atyreve që ti ndjen. Fillo vepro për ëndrat e tua, shkoj pas ëndrave të tua, nuk do të vinë ëndrat të servire në një pjatancë të artë, duhet shkosh ti rëmbesh ato çaste që ty të lumturojnë, apo të rëmbesh ato momente që ty të përmbushin shpirtin, zemrën dhe qenjen tënde njerëzore. Të lutem, strukturo ditën tënde, strukturo muajt e tu, strukturo vitin tënd. Fillo tani, mos prit të nesërmen, vepro tani. Ti ke tendencën të hallakatesh, ke shumë mendime, ke zemrën shumë të pastër, ke dëshira shumë të mira, qëllime shumë të mira, por ke gjithashtu dhe tendencën të humbasësh në mendime dhe ndjenjat apo qëllimet e tua, sepse ti nuk ndërmerr aksion, sepse do të bësh 1000 gjëra njëkohësisht. Të lutem, ky është viti që ti nuk bën 1000 gjëra njëkohësisht, por ky është viti që ti merr gjërat me radhë. Bëm një gjë, pastaj kalo tek tjetra, se përndryshe do përfundosh përsëri me 1000 projekte, asnjërin të çuar në gjysmë, se të mbaruar, jo. Do kalojmë tek paterna që duhet fokusoheni apo duhet të shëroni gjatë këtij viti. Duhet të kujtoni një herë vetes tuaj që ju nuk jeni për çdo kënd. Jo të gjithë njerëzit përreth jush do ju kuptojnë në nivelin që ju jeni apo në nivelin që ju aspironi, sepse ju jeni ndryshe, keni një energji ndryshe. Edhe nëse gjatë jetës tuaj jeni ndjerë ndryshe, sikur diçka shkon, sikur bota nuk ju sheh plotësisht për atë që jeni, ndoshta ju keni qenë duke u përpjekur për të fshehur atë gjën e çuditshme apo atë gjën e veçantë që ju bën juve ju. Këtë vit është viti që mos ju ndjej se çfarë thot bota, po të lidheni me atë gjën e veçantë brenda jush dhe të pranoni një fakt shumë të thjeshtë që jo të gjithë do ju pëlqejë. Kjo është shumë okej, por fakti që jo të gjithë ju pëlqej nuk do të thotë që ju duhet hiqni dorë nga e veçanta juaj dhe të filloni të zvogëloheni që bota t'ju pëlqej. Ky vit është viti që ju stoponi së qenuri ata njerëz që i bëjnë shefin të tjerëve. Nëse bota mërzitet nga e vërteta juaj, nuk ka rëndësi. Çdo gjë në drejt që të shkoj, nuk ka rëndësi. Rëndësishme është që ju t'i pëlqeni vetes tuaj dhe ju të jeni në harmoni me veten tuaj dhe të jeni të vërtet mbi të gjitha me veten. Tjetër, Earth Pulse. Këtë vit duhet të mësoni artin e shenjtë të pushuarit. Nuk po them atë lloj pushimi që rishikon tavanin, pa i lloj pushimi që ju mungon qenjësisht juve si shenjë dashit. Pushimi në lëvizje, t'jeni në lëvizje, ky është pushimi juaj dash, ju të jeni në lëvizje. Shpenzoni kohë në natyrë. Sodisni pemët, zogjt, insektet, bimët, vërdall, lulet, bukurit natyrore, në të njëjtën kohë do lidheni me veten tuaj, do ronjëzoheni dhe njëkohësisht do qartësoheni se çfarë doni të arrini në 2026, apo akoma dhe më tej çfarë doni të arrini për jetën tuaj, ku doni të jeni ju pas 5 vitesh, pas 10 vitesh, pas 20 vitesh, qoftë edhe pas 6 muajsh. Ja ku del dhe kjo energji këtu, big picture thinking. Hey dash, ju jeni vizionar, keni një shpirt
vizionar që do të thot ju shikoni dhe i ndjeni gjërat para se të ndodhin. Kështu që viti 2026 shikojeni si një vit ku ju keni një pikturë të madhe që është piktura jetës tuaj, dhe ju këtë vit ju kërkohet që të kini në mendje pikturën e madhe. Çdo veprim që ju bëni tani apo ju nuk bëni tani afekton atë pikturën e madhe të jetës tuaj. Nëse doni një jetë më të mirë për veten tuaj, nuk mund të qëndroni i burgosur në drama, lëndime, në ato pjesën e të shkuarës që ju djeg, ju përvlon, apo ju ka bërë të ndjeni si të mbytur, si të pamotivuar, të qëndroni me kokën poshtë. E tash, ky vit është viti që ju mblidhni energjinë tuaj, kini të qartë se kush është vizioni juaj për të ardhmen dhe veproni. Nuk ka kohë për të qëndruar më në vend. Nuk ka kohë, sepse nëse ju qëndroni në vend, asgjë nuk do ndryshojë jetën tuaj. Kalojmë dhe tek një mesazh hyjnor që shpirti juaj ka për ju për vitin 2026. Na ka rënë karta Mami Wata dhe shkruan poshtë naked. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë naked, do të thotë të jesh lakurish. Dhe unë ju ftoj, dhe shpirti juaj ju fton këtë vit, të përballeni çdo herë e më shumë në çdo sfidë tuaj, në çdo ngacmim emocional, psikologjik, shpirtëror, të përballeni me pasqyrimin tuaj, dilni para pasqyrës dhe guxoni ta shikoni veten tuaj të zhveshur. Metaforikisht, kuptoni kush jeni ju në të vërtetë, kush është vendi juaj në këtë botë, kush është zëri juaj, kush janë zemërimet e juaja, kush janë plagët e juaja, kush janë fuqitë e juaja, kush është energjia më e madhe që mbizotron mbi ju. Pra këtë vit ju kërkohet të ktheheni në, po bëjnë aq shumë bori vërdallës. E di pse ndodh kjo tani, sepse asgjë s'ndodh rastësisht. Është sikur ka mormica në trup tani. Është sikur energjia e universit në këto momente po thot për ty dash, të lutem mos u hallakat dhe kthehu tek vetja. Është sikur universi dëshiron të shkundi dhe të thot, të lutem dash, zgjohu se na ke lodhur. Dhe është e vërtet. Prandaj ndiheni të lodhur sepse keni qëndruar në gjumë për shumë kohë. Ka ardhur koha që të zgjoni. Nuk është nevoja të bëni sprint, mund të bëni një ecje. Dhe kjo ecje për ju do filloj në çdo ditë të këtij viti. Të lidheni me të vërtetën tuaj, të zgjidhni, mos shjetoni më në të shkuarën, por të zgjidhni një jetë më të mirë. Të gjë duhet ta bëni duke vendosur struktura dhe organizime. Mos qëndroni të hallakatër, ju vetëm në këtë formë mund të mblidheni duke strukturuar ditën tuaj. Mos lini asgjë, asnjë moment t'ju shkoj dëm, edhe duke bërë overthinking, me veproni këtë vit. Nuk ka kohë më për overthinking. Mësoni gjëra të reja, bashkëpunoni me njerëzit e tjerë, dilni atje jashtë në botë. E kupton pse energjia ju thot boll fjetët gjumë. Keni nevojë të dilni atje jashtë në botë, sepse kësaj bote i mungon shumë ilaçi juaj, energjia juaj. Mendoni për të ardhmen tuaj, jo vetëm për këtë moment. Mos jetoni në të ardhmen, por filloni veproni çdo gjë që t'ju shërbej një ditë më vonë dhe shërbejni vizioneve të juaja. Shpenzoni kohë në natyrë dhe do lidheni me natyrën tuaj të vërtet, sepse keni shumë nevojë në këtë formë. Gjithashtu edhe do rrënjëzoheni dhe energjia juaj do purifikohet. Dhe mesazhi i fundit është ti dash i bukur nuk je për çdo kënd, dhe kjo është shumë okay. Bëj paqe me faktin që ti nuk je për të gjithë, jo çdo kush do të kuptoj ty ashtu siç ti meriton. Por ti meriton që ti ta pranosh veten tënde, ta përqafosh dhe ta duash me çdo qeliz tënde dhe mos të ta ndjej fare se çfarë thot bota. Okej, këtë e përjetova shumë tani. Unë ju uroj një vit
të mbushur me aventura, të mbushur me guxime që ju të njihni copëzat juaja të vërteta të cilat i keni haruar dhe apo keni pasur frikë të përballeni, dhe ju lutem lërini të shkuarën të shkoj pas dhe guxoni të rishkruani një të ardhme sa më të mirë. Shpresoj që kjo kujtë të ketë rezonuar me ju dhe do shihemi, patrim!